Do shkojmë këto momente me gjykatën e posaçme, është fjala e Jamar Bërmaltezit, e ndjekim. Që mashtroi duke falsifikuar dokument shërbimeve, sikur gjoja Hunter Bideni nuk ishte pasur laptop. Pra kur arriti të mashtronte Kongresin, arriti të mashtronte gjithë amerikanët, imagjinoje që kishte lolot e Sorosit. Kjo kukull nuk është më, bashkë me barin e saj e mori me vete. Kjo e një. Kjo kukla vinte për herë këtu, në rast se ju kujtohet apo jo. Kjo kukla i rjeshtonte prokurorët e Sorosit dhe gjyqtarët e Sorosit si t'ishin birila, pa pik respekti dhe dinjiteti për vetën e tyre. Kjo kukla u qërua bashkë me barin e saj. Kemi një lajm të dytë nga Amerika që erdhi dje. Klima e biznesit Shqipëri. Çfarë tha? Korrupsion i përhapur në gjithë qeverinë dhe në të gjithë gjyqësorin. Pra u bë reforma në drejtësi, u shtu korrupsioni. Ky ishte përfundimi i reformës së Sorosit në drejtësi. Sorosi është i hetuar në vendin e tij, duhet hetuar edhe në Shqipëri. Dhe të gjithë lolot e Sorosit nuk e kanë vendin në drejtësi, duhet përballen me drejtësinë. Çfarë tha raporti klima e biznesit? E para, korrupsioni i përhapur në qeveri dhe në gjyqësor. Së dyti, pastrim masiv i parave të narkosit në kullat që i jep Edi Rama. Edi Rama ka shkelur kushtetutën, ka marrë të gjithë lejet, ka hequr të gjithë, i ka zërruar të gjithë kryetarët e bashkive që t'japi vetë leje dhe të ndaj parat me narkotrafikantët. Së treti, ky raport tha që Edi Rama ka nxjerrë ligje nominative për klientët e vetë. Ligje nominative, qoftë ai për investime strategjike, qoftë për Bolinon edhe me radhë, për vllajën e tij e të gjithë me radhë. Të gjitha këto janë sinjale që kanë ardhur vetëm këto 4 ditë të fundit nga Amerika. Ju faleminderit. Na e trego pak atë foton këtu. Urdhë ku e ke? Ase do e marrim në foto. Do e marrim, do e marrim, po. Bani pak mikrofon. Jamar Bërmaltezit me njëherë pas daljes së gjykatën e posaçme ku ka qenë seanca ditën e disa foto të Bërmaltezit në fushat elektorale të PS-s bashkë me një person tjetër. Këtë personin e ka bërë hetues në BKH. Dhe këtë ka përdorur spaku për të kapur, për të mbledhur, për të kërcënuar, intimiduar e gjithë me radhë. A mund të quhet çfarëdo lloj dokumenti që sjell ky person a mund të pranohet? Jam të ndotura.